Vërtet, Zoti yt është gjithnjë në prit. Ishte njëri i varfër, kishte një shtëpi tepër modeste, një dhomë. Kishin një lopë, pra prej së cilës ushqeheshin. Kjo ngjarje ka ndodhur herët. Derisa në një moment detyrohet që lopën ta shiste. E shet në treg dhe ashtu i pikëlluar kthehet tek bashkëshortja e tij, e cila kur e shikon që bashkëshorti pra ishte i mërzitur, nis ta ngushëlloj që më mirë do bëhet. E rëndësishme në mbrëmje, ku bashkëshortja po mundohej që foshnjën e tyre ta vinte në gjumë, troket dera. Del bashkëshorti dhe shikon një burr i cili tregon, thot, jam yabanxhi, kam ngel rrugës. Dhe nëse është mundësia këtë natë të ftohtë, pra të jem mysafiri juaj. Ky burr i thot, shiko, ne një dhomë kemi. Aty kam bashkëshorten dhe fëmijën. E rëndësishme tenton me fjalë, i thot, shiko, të paktën të flej tek gjysma e dhomës dhe ju mund të vendosni një perde, pra midis meje dhe jush. Bashkëshortja i dëgjon bisedën dhe ndjen keqardhje. Edhe i thot bashkëshortit, prite mysafirin. E rëndësishme e ndajnë me një perde dhomën dhe pasi ky mysafir, ti themi, shikon, pra sigurohet se këta i kishte zënë gjumi, çohet, e merr fëmijën, del nga shtëpia dhe e vendos pra diku jashtë shtëpisë. Më pas kthehet dhe bën sikur ishte në gjumë. Nuk zgjati shumë fëmia, nga ftohti nis të qaj. Atëherë dëgjon e jo më. Dhe e zgjon bashkëshortin, thot, fëmia, pra pas ka përfunduar jashtë. Çohen që të dy për ta marrë. Ndërkohë kur shkojnë me marrë fëmijën, vetëm kur dëgjojnë një zhurmë të madhe, pra shembet tavani i shtëpisë. Kthehen komshit, dëgjojnë zhurmën dhe mblidhen njerëzit. Bashkëshorti u thot me të shpejt, thot paktën se kemi një mysafir, të shpëtojmë mysafirin. Dhe fillojnë të heqin, pra drujt, të heqin shtëpit e asaj kohe, shtëpi me qerpiç. Thot, dhe kur arrin ta zbulojnë, e gjejnë që ky njeri kishte shku tek shtrati i këtij burrit. Dhe ishte në dorën e tij kishte edhe monedhat, pra që kishte fituar në treg. Subhanallah. E kishte vërejt këtë person, e kishte vëzhguar vazhdimisht pra çfarë kishte bërë në treg dhe kishte tentuar pra që t'i marrë edhe këto pak të ardhura që ata kishin. Por Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e lejon mizorin. Zoti i gjatësisë nuk e lejon padrejtësinë. Allahu subhanahu wa ta'ala bëri që ky njeri të ishte mësim për të gjithë të tjerët. Vllai nderuar, motër e nderuar, ndoshta dikush mendon se e bën një padrejtësi, e vjedh pasurinë e dikujt dhe mendon, thot, se ja hodha, por jo. Ty edhe nëse themi, ja hedh për momentin, por dije që ka për të ndodhur diçka më vonë. Dhe subhanallah, Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an, dhe unë nisa pikërisht me ajetin inna rabbaka labil mirsad. Me të vërtetë Zoti yt, pra është gjithnjë në prit. Në prit të mizorëve. Pra ata sado që të mundohen mizorët, nuk ja dalin dot. Prandaj është e udhës që çdo njeri i cili bën padrejtësi me reflektu, me ndryshu, me përmirësu veten. Dhe mos tento të marrësh pasurinë e dikujt.
Se ti ndoshta e merr në këtë dynja, por mos harro se ahireti është afër. Dita e gjykimit është para. Do të gjykohesh para Allahut të lartësuar. Prandaj është e udhës që ne elhamdulillah jemi në muajin e Ramazanit. Nëse ndonjëri ka marrë pa drejtësisht pasurinë e dikujt, ke marrë pa drejtësisht diçka prej dikujt, përpiqu që me e kthy ato, me ja kthy personit. Para se të vinë dita e gjykimit, ku në atë ditë nuk ka më shlyrje pra larje hesapesh me para. Pra të kam marrë kaq, urdhëroj, jo, s'ka atë ditë. Atë ditë, punë të mira që ke bë, ja jep atij tjetrit. Të mbarun të mirat, të këqijat që ka bë ai tjetri, i merr ti, derisa Zot na ruaj mund të zhytesh në zjarrin e xhehenemit. Allahu e përmirësoft gjendjen tonë. Amin.